Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj ka kritikuar ish partitë opozitare që nuk arritën të bashkohen për ta ndryshuar qeverisjen. Limaj ka thënë se partitë opozitare po luftojnë për vendin e dytë dhe të tretë dhe kjo sipas tij është problem. 5 vite në opozit, çfarë hapa kanë bërë për të ndryshuar qeverisjen? A ke maksimalizu votën opozitare? Në Kosovë është shumicë vota opozitare. Sa ke bo përpjekje këtë vot me bo bashk dhe me ndryshu qeverisjen? Unë besoj që qytetari këto i sheh dhe i vlerëson, derisa në këtë vendin ton luftohet kush me kanë i dyti dhe i treti, është problem. Situata reale është kjo, jo fontan dëshirash, i shoh angazhimet dhe përpjekjet, ka thënë Fatmir Limaj në emisionin Këndi i debatit. Limaj shtoi se nuk po sheh fushat të organizuar të partive të tjera, por individuale të deputetëve, ndërsa thotë se kandidatët e partisë së tij janë të lidhur për një kauzë dhe jo për fatin individual. Në listën 122 asnjë nuk e shikojmë interesin e vet, por i kanë besuar një kauze. Nëse i shikoni se si po performojnë të tjerët, unë nuk po shoh një fushat të organizuar partijake, po shoh fushat individuale të deputetëve, ka thënë ai. Limaj kishte shprehur gatishmëri që për zgjedhjet e 20 dhjetorit të ishte pjesë e listës së PDK-s, por ai ka thënë se me këtë parti do të bashkohen në kuvend nëse nisma social-demokrate arrin ta kaloj pragun zgjedhor. Me ka djem me prind të tyre, familjarët të tyre, shumë rrëthime kemi qatë gjatë gjithë kohës. E tash me djem të tyre, me gjithë ta shoh këtu, s'ka rrëthimne që se qajme posaçërisht. Në ka bashkuar, në kanë fuqizuar. E kanë me nëndimuar, kur ma të forë si vini duke ditur që plot djem tona kanë orë nga Gyrbeti për ta qarë rrëthimin bashkë.